dihet ajo periudha e lavdishme e UÇK-s, edhe nuk e besoj që asnjë shqiptar i mirëfill që ka zemër shqiptare dëshiron që këta pjesëtar të UÇK-s të dënohen. Por bota kështu ka qenë. Kështu ka qenë. Ne jena sot në 4-5 shtete, domethënë njëti shqiptar jena. Kush na ndau? Kjo Evropë na ndau. Amerika ishte ajo që Amerikës jemi kaq sa jemi. Kështu si jemi. Amerika na rujtin vërtet gjithmonë ka treguar, si më thon, janë treguar më zemërgjan për sa i përket popullit shqiptar, kombit shqiptar, por vetë fakti që ne nuk kena sot Kosova nuk do ishte shliruar me mos faqen Amerika. NATO. Edhe domthon NATO ishte Amerika që komandoi, domthon arriti që me bind NATO-n që më ndërhyjnë Kosovë. Kështu që ardha në forum është okej, është fajn, por vetë forumin i ka ca pikpyetje, domthon që as vetë amerikanët as vetë politika amerikane nuk arrin me kuptu, pasi Trumpi i bën të gjëra, si më thon, nga i herë çohet mjes edhe i bën ca gjëra në kokën e vet, pa pyet njëri. I mlodhi ata J.D. Vance, Rubio, atë press secretary i solli aty tamam sikur ushtar, edhe këta që kishte tjerë, këta ushtar tjerë, domthonjë. Megjithatë Rama mund të themi me Osmanin që e mor një si dritë jeshile. Qoftë Rama për veprimet në Shqipëri, qoftë Osmani për një mandat të dytë. Në gjë, duhet me kuptu se edhe sikur Rama jetoi edhe një muaj në White House, dritën jeshile se merr dorë Shqipëri, për krimet që janë bërë në Shqipëri, zotni. Këto duhet me kuptu populli shqiptar. Trumpi nuk i jep atij dritë jeshile. Trumpi shef interesin e vet. Thjesht është biznes. Kur Trumpi del e thot për shembull që ai mbreta çasha i një shteti Bahrain, whatever se harrova emrin ai. Bahrain, I'm sorry. Bahrain, ai tha që ky ka parë shumë, domthon aty e kupton se politika ku të dojë ai. Ja, ku të doja, do na vej atë pallatin e Paqes aty, domthon u kthy si me qenë kafehane, a kupton? Domthon ti kur thu që ky është mbreta çash atje dhe ka parë, domthon çfarë po thu politikës? Okej, jenë politikë dhe me bë parë, me vjet parë. Ajo thjesht ajo është mendimi im, edhe nuk e di se sa mundet me qenë vërtet, por prania e Kushner aty, Kushner është familjar, domthon është në familjen e Trump, se ai ka vazhdim. Tani shpëtojmë duket. Po tjetë Kushner për shembull në këtë takim, edhe në çdo takim që bëhet për paqen, kur Kushner është izraelit me origjinë, domthon prindë vet me fejon Jewish. Janë Izrael, Jewish. Kur asnjë prej këtyre që ishin dje, asnjë prej këtyre nuk përmendën krimet që janë bë kundra popullit Palestinës, fëmijët e pafajshëm, nuk u përmend fare. Ato thjesht u bë, ajo thjesht domthon se politika e lexon ata njerëzit që kanë qef në si më thon, në biznes, me bë dallavere, me bë pare. Ajo thjesht është po mbledhëm këtë fare, Kushner tash me që është pjesë e kësaj, do shkojë investoj atje, ku do shkojnë pare, do shkojnë ke familja e Trump. Thjesht e din që mas 3 vjetë s'ka për qenë më president, thot e kam rastin ta krijoj një board, gjaj ushtarë se m'vinë, m'japin pare, marrë dhe ca pare prej Amerikës, edhe shkoj bëj hotele atje. Apo asnjëri nuk e përmendën, nuk e ceku që a do kthehen palestinezë në vendet e tyre, asnjë, absolutisht. Po do ketë një fort siguri atje që do jetë edhe përbërë nga shqiptarë dhe shqiptarë Kosovës. Po, shqiptarët e mbrojnë këtë botën, domthon na mbrojnë veten tonë plak, na s'kena bukë me nga Shqipëri, s'kena armatim, s'kena ushtri, po shkojmë mbrojmë, po thjesht është civilizëm që i bëhet Trumpit.
edhe ai vdes për këto gjonat, ai vdes për pak fam, me thonë, me qyt ato se ti apo si vetëm e shikosh, nuk e di se sa njerëz të vlerësojnë në Shqipëri. I vetmi person në gjithë ato në tribunat, si më thonë në stage, që bënte figura ishte Edi Rama. I vetmi, se edhe Dalloshi është edhe gjatë, ai bënte figura sikur ai zotronte domon skenën të bë me gishta, të bë kështu domon tamam sikur si më thon se tash këtë thjesht e përdor atë për opinionin në Shqipëri, për 1 milion njerëz që gjysa s'kan bukë në tavolina. Kjo është Shqipëria. Kjo është lideri jonë. Kjo është lideri jonë. Sadri, ti do ndikoj kjo tek protesta?